Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Vjosa po sugjerohet gjithnjë më shumë si një nga destinacionet kryesore të ekoturizmit në Europë. Sipas faqes turistike Travel Around the World, parku kombëtar i Vjosës është parku i parë në Europë i dedikuar një lumi që rrjedh plotësisht i lirë, pa diga dhe ndërhyrje artificiale. Në vitin 2026, parku pritet të jetë një nga destinacionet më të kërkuara për turizëm aktiv, aventurë dhe përvoja autentike në natyrë. Në Saran po rritet ndërgjegjësimi për parandalimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme që në moshë të hershme përmes vaksinimit kundër HPV. Kryenfermierja e qendrës spitalore Marta Doda bën me dije se pavarësisht hezitimeve të lidhura me mentalitetin, stafi shëndetësor ka zhvilluar takime informuese në shkolla, ndërkohë që vaksinimi do të vijojë gjatë gjithë vitit 2026. Prej 2 vitesh, qytetarët e Përmetit përfitojnë kujdesin e Antonelës, infermiere së re që pas mbarimit të shkollës vendosi të rikthehej në vendlindje dhe të shërbente për komunitetin vendas. Ndryshe nga shumë të rinj që zgjedhin të largohen, ajo kthye në një model përkushtimi dhe dedikimi për bashkëqytetarët e saj. Historia e saj është jo vetëm shembull, por edhe thirrje për të rinj që të duan vendin dhe të kontribojnë aty ku nevoja është më e lartë. Pika turistike e ujë të ftohtë në Tepelen vijon të tërheq vizitore dhe në mes të dimrit me bukuritë e saj të shumta natyrore. Në këtë periudhë, numri i vizitorëve është më i ulët krahasuar me sezonin veror. Përveç natyrës, ata tërhiqen edhe nga tradita kulinare e zonës. Ju njohim tani më gjërësisht. Vjosa po sugjerohet gjithnjë më shumë si një nga destinacionet kryesore të ekoturizmit në Europë, sipas faqes turistike Travel Around the World. Parku kombëtar i Vjosës është parku i parë në Europë i dedikuar një lumi që rrjedh plotësisht i lirë, pa diga dhe pa ndërhyrje artificiale. Në vitin 2026, parku pritet të jetë një nga destinacionet më të kërkuara për turizëm aktiv, aventurë dhe përvoja autentike në natyrë. Shqipëria po konsolidohet gjithnjë më shumë si një destinacion kyç i ekoturizmit në Europë. Fal parkut kombëtar të lumit e Egër Vjosa, një nga mrekullitë natyrore më të ralla të kontinentit. Kështu shkruan edhe faqja e njohur turistike Travel Around the World. Territori mbrojtur shtrihet në rreth 12.727 hektar dhe ruan një pasuri unike. Një lum i madh që rrjedh plotësisht i lirë pa diga apo ndërhyrje artificiale. Vjosa është parku i parë kombëtar në Europë i dedikuar një lumit e Egër, lumi që buron në Greqi dhe përshkon Shqipërinë për rreth 270 kilometra, duke krijuar një mozaik peizazhesh që përfshin male të ashpra, lugina të gjera, kanione mbresëlënëse dhe fusha aluviale. Kjo rrjedhë e lirë bën Vjosën një laborator të gjallë ekologjik dhe një model referimi për ruajtjen e lumejve në shkallë evropiane. Zona e parkut është shtëpi për mbi 1100 specie bimore dhe shtazore, përfshirë specie të ralla dhe të rrezikuara. Habitatet e ndryshme nga shtrati i lumit dhe zonat e lagështa, tepyjet dhe shpatet malor, krijojnë kushte ideale për zojt migrues, peshqit e ujrave të pastra dhe gjitarët e Egër. Kjo vlerë ekologjike i ka dhënë parkut vëmendje dhe vlerësim ndërkombëtar. Në vitin 2026, parku kombëtar i lumit e Egër Vjosa pritet të jetë një nga destinacionet më të kërkuara për turizëm aktiv dhe përvoja në natyrë. Aktivitetet kryesore përfshin rafting dhe kajak, trekking dhe ecje në natyrë, vëzhgim zojsh dhe faune, si dhe turizëm të qetë për ata që kërkojnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Periudhat më të përshtatshme për vizitë janë pranvera dhe vjeshta, kur klima është e butë dhe peizazhet janë në kulmin e tyre. Parku është lehtësisht i aksesueshëm nga Tirana, përmes Përmetit, Tepelenës dhe Kolcyrës, të cilat shërbejnë si porta hyrëse për ekspozimin e zonës. Parku kombëtar i lumit e Egër Vjosa nuk është vetëm një atraksion turistik, por edhe një simbol i ruajtjes së natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ai dëshmon se turizmi mund të zhvillohet pa cënuar siguri natyrore. Në vitin 2026, Vjosa pritet të konfirmohet si zemra e aventurës natyrore në Ballkan.
Në Sarandë, poritet ndërgjegjësimi për parandalimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme që në moshë të hershme, përmes vaksinimit HPV. Krye-infermierja e qendrës spitalore Marta Doda bën me dije se pavarësisht hezitimeve të lidhura me mentalitetin, stafi shëndetësor ka zhvilluar takime informuese në shkolla, ndërkohë që vaksinimi do të vijojë përgjatë gjithë vitit 2026. Për parambrojtjen nga sëmundje seksuale të transmetueshme qysh në adoleshencë, ka një interesim të shtuar në Sarandë. Marta Doda, krye-infermiere në qendrën spitalore të qytetit Bregdetar, thotë se deri para një viti, vaksina HPV merrej nga jashtë shtetit dhe bëhej në këtë qendër, ndërsa prej një viti aplikimi i saj falas për vajza dhe djem të grup moshës 13-14 vjeç bëhet këtu. Tani nuk ka shumë kohë që HPV-ja ka filluar aplikimin këtu në Shqipëri. Përpara, prindërit ishin të interesuar që ta bënin HPV-n, e blenin jashtë, e aplikonin tek vajzat, sidomos tek vajzat 13-14 vjeçe. Ajo është mosha që kryhet vaksina HPV-s. Në këto momente që flasim, kemi një vit që ka vazhduar aplikimi HPV-s tek vajzat, dhe që nga janari ka filluar aplikimi i HPV-s tek çunat. Ne shikojmë interes të prindërve që i sjellin, bëjnë vaksinat, po jo të gjithë janë të interesuar. Sipas krye-infermieres, vaksinimi ka pasur ecuri të mirë, por ka dhe mentalitete penguese. Doda thotë se për të thyer qëndrimet refuzuese dhe mungesën e bazës së tyre shkencore, u është dashur që të dalin nga dyert e spitalit dhe të bëjnë shpjegimet e nevojshme me takime në shkolla, si dhe për vaksinën HPV apo atë të Ne kemi bërë dhe takime në për shkolla, jo vetëm për vaksinën e HPV-s, po dhe për fruthin, që shumë prind po e refuzojnë. Viti 2026 përmban kalendar vaksinimi për HPV-n dhe se atë mund ta bëj edhe mosha përtej 13-14 vjeç, përfshirë 21-22 vjeçarët. Është e moshës kjo, në moshën 14 vjeç do vaksinon të gjithë si femrat dhe meshkujt. Të gjithë do vaksinohen në këtë moshë. Po, mund ta bëjnë edhe moshat më të mëdha. 20, deri 20, 21, 22 nuk ka ndonjë. Përpara ishte vetëm 14-15 vjeç, tani bëhen edhe mosha më të mëdha se. Nis nga mosha 13 është në kalendarin e vaksinimit, është futur në kalendarin e vaksinimit këtu, që është vaksinë që duhet bërë me patjetër. Informacioni shkencor shpjegon se vaksinimi në moshë të re është më i efektshëm dhe garanton mbrojtje më të lartë përpara infektimit të mundshëm nga virusi HPV. Praktikat e infermierisë sipas standardeve europiane dhe rritja e profesionalizmit janë në fokus të një trajnimi të veçantë në Gjirokastër. Rreth 30 infermier janë bërë pjesë e një shkolle dimërore 5 ditore në Universitetin e Qerem Çabej, ku po mësojnë si të punojnë më mirë me njerëz nga kultura të ndryshme dhe si të përmirësojnë shërbimet shëndetësore duke ndjekur standardet europiane. Në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër ka nisur shkolla dimërore, një aktivitet akademik që bashkon pedagog, studiues dhe profesionist të shëndetësisë nga Shqipëria dhe rajoni. Kjo shkollë e vë theksin të rëndësia e komunikimit dhe ofrimit të shërbimeve shëndetësore në shoqëri, gjithnjë e sa më cilësore. Pjesëmarrësit do të ndjekin leksione dhe diskutime interaktive ku do të ndajnë përvoja dhe praktikat më të mira. Për herë të parë, është risi për ne, simulime me pajisje laboratorike të situatave konkrete, klinike, ku do jenë sigurisht më aktiv do jenë infermierët, cilët trajnohen në mbikëqyrjen e stafit të Universitetit e Qerem Çabej, të Departamentit të Infermierisë gjithmonë. Personat të cilët janë të interesuar të marrin pjesë janë infermierë të sistemit shëndetësor parësor dhe spitalor. Sigurisht që është më i dobishëm për stafin e urgjencës, ndoshta kirurgji, obstetrika, por edhe kujdesi parësor në rast se ka raste ku paraqiten për ndihmë pacient emigrant, turista, ose dhe qofshin persona nga minoritetet ose të tjerë persona që kanë kulturë të ndryshme nga jona. Sipas organizatorëve, synimi është të forcohen aftësitë profesionale të infermierëve dhe studentëve të infermierisë, duke kontribuar në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore.
Qëllimi është të rrisim cilësinë e shërbimit shëndetësor dhe synimi i drejt për drejt është që të gjithë pacientët, pavarësisht kulturës nga e cila ata vinë, të marrin të njëjtin cilësi shërbimi. Kjo është një domosdoshmëri duke patur parasysh nevojën aktuale të Shqipërisë, sepse ne synojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe sigurisht ka disa detaje për cilat ne duhet të rrisim nivelin edhe të jemi dhe më të aftë vetë të trajnohemi, të ofrojmë një shërbim shëndetësor sa më cilësor. Aktiviteti organizohet në kuadër të një projekti të mbështetur nga programi Erasmus Plus i Bashkimit Evropian në bashkëpunim me universitete dhe organizata partnere ndërkombëtare. Prej 2 vitesh, qytetarët e Përmetit po përfitojnë kujdesin shëndetësor të Antonelës, infermiere së re, që pas mbarimit të shkollës vendosi të rikthehej në vendlindje dhe të shërbente për komunitetin vendas. Ndryshe nga shumë të rinj që zgjedhin të largohen, ajo u kthye në një model përkushtimi dhe dedikimi për bashkëqytetarët e saj. Historia e Antonelës është jo vetëm shembull, por edhe thirrje për të rinjt që të duan vendin dhe të kontribuojnë aty ku nevoja është më e madhe. Ndryshe nga shumë të rinj, që pas studimeve dhe specializimeve, zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre jashtë vendit, Antonela Gjata, pavarësisht të ndimeve, ka vendosur të kontribuojë dhe të ofrojë shërbimin infermieror në qytetin e saj të lindjes, në Përmet. Ajo rrëfen arsyet pse zgjodhi këtë profesion, të cilin e ushtron prej 2 vitesh. Studimet e mia i kam filluar dhe i kam përfunduar në qytetin e Gjirokastrës, në Universitetin e Qeren Çabej. Në fillim që vendosa që të studioja për këtë profesion, mendoja që ta jepja kontributin tim këtu në qytetin tim, t'i shërbeja domethënë vendit tim. Mund të jem të nduar edhe për pjesën jashtë si gjithë rinia tjetër, por gjithsesi pacientët përpiqem të jem korrekte me çdo gjë, duke i regjistruar, duke nxjerr kartelat, duke ndihmuar doktoreshën gjatë vizitës me pacientin, kur shikon se si pacientët ndihen mirë, gjithë ajo lodhje hidhet pas krave, domethënë. Ky është një profesion që kërkon përgjegjësi dhe përkushtim, thekson Gjata. Përpiqem të jem sa më e përgjegjshme, sepse përgjegjësia është më e madhe, si me kartelat, si me vizitat, me çdo gjë domethënë. Ndihmën që japim më të shpejt është për personat që janë me sëmundje kronike, të cilën janë në një gjendje kritike, dhe do t'i japim ndihmën më të parë dhe fëmijët e vegjël. Antonela Gjata është shembull i të rinjve, që pavarësisht vështirësive, zgjedhin të shërbejnë aty ku nevoja dhe zemra bëhen bashk. Fshati Arshilengo në Bashkinë Gjirokastër po përballet me pasojat e rreshjeve që lan pas gjatë muajit janar dhe dëmtuan shumë banesa. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente për të siguruar kushtet e jetesës dhe sigurinë e familjeve. Ndërkohë që nga Bashkia Gjirokastër, grupet e punës janë në terren ku po realizojnë verifikimet përkatëse dhe po evidentohen dëmet për t'i përfshirë në fondin e dëmshpërblimeve. Në fshatin Arshilengo, banorët vijojnë të përballen me pasojat e rënda të përmbytjeve të datës 6 janar të këtij viti. Dëmet më të mëdha janë evidentuar në banesën e Burbuqe Çelës, e cila për shkak të dëmtimeve të shumta është shpallur e pabanuar. Jam emigrante në Gjermani, jetoj atje, më ka marrë vëllai në mëngjes, nuk kam mundur të kam ardhur atë ditë, kam ardhur ditën tjetër, është bërë katastrofë çdo gjë. Erdhën, thanë do vim prap. Do bëjmë diçka për juve, na ka dërguar një letër që unë nuk bashkëtoj këto 2 familje këtu, nuk ka vend banim, unë kam hedhur gjak në këtë shtëpi. Prandaj shteti të marrë jo të më dërgoj mua letër që nuk kam të drejtë të rri këtu, kur jam me dokumenta me tëra. Unë pres që të më bëjnë një kanal atje sipër, të heqin ata gurët, të marrin një rrugë zgjidhje dhe unë se nuk mund të bëj asnjë gjë këtu. Më kanë lënë që mos të bëj asnjë gjë. Mbi 20 milion lekë më shprishur, çdo gjë ka mbaruar. Banorët e zonës kërkojnë një ndërhyrje emergjente nga instancat përgjegjëse, pasi situata mbetet problematike. 3 familje. Odhi baltë ca brenda, ca të avlia, ca toje. Jo në një, si mund të quajmë da i përmbytje, do me jashtëzakonshme. Tu tani kemi një pruat matja i sajtë që bjeshik, ja. Ky dhe u këtu janë hequr 7-8 makina plot me edhe
Bile një makinë e mora unë se më mori heri ujtë ande e më oqje të shtëpia e hodha atje. I gjitha do kanali, këtu do që ta çoj poshtë. Të verifikoj shtëpitë që janë dëmtuar, ku janë dëmtuar atje, të i kontrolloj me ashtu edhe ashtu që problema të heqin ata shteti e di. Edhe ne na duhet edhe ky kanali këtu me tubo betoni. Kjo ashtu hajde se do shtrojmë ne fshatarë ta bëjmë atë. Në fshatin Arshilengo ndodhen gjithsejt 150 banesa, ndërsa aktualisht vetëm 30 prej tyre janë të banuara. Pjesa tjetër e banorëve jetojnë jashtë vendit. Pika turistike e ujtë të ftohtë në Tepelen vijon të tërheq turist edhe gjatë dimrit, me bukuritë e saj të shumta natyrore. Në këtë periudhë, numri vizitorëve është më i ulët krahasuar me sezonin veror, ku përmes bukurive natyrore, ata tërhiqen edhe nga kulinaria tradicionale e zonës. Edhe pse jemi në mes të dimrit, pika turistike e ujtë të ftohtë në Tepelen vijon të mbetet një destinacion i vizituar. Bukuritë natyrore dhe qetësia që të ofron kjo zonë e bëjnë tërheqëse gjatë gjithë vitit, edhe pse në këtë periudhë numri i vizitorëve është më i ulët krahasuar me sezonin veror. Ata që punojnë çdo ditë në shërbim të turistëve tregojnë se edhe gjatë muajve të dimrit zona nuk ka mbetur pa vizitor. Dhe pse jemi në periudhë dimri, normal që turista ka pak, po më shumë mbajmë dhe me klientel. Ka dhe gatimet shumë të mira që janë tradicionale, petaniku, fli, nuk e di si i thonë, ke byrek me spinaq, byrek me gjiz, byrek me lakrat e egra, ka shumë llojshmëri gatimesh, mish i pjekur që zonën e Tepelenës njihet edhe ka traditën e saj, verën, të gjitha, rakit. Përveç natyrës, Tepelena vijon të ofrojë edhe traditën kulinare të zonës. Punojësit e bizneseve lokale theksojnë se produktet tradicionale dhe ato bio janë një nga arsyet se vizitorët ndalen në këtë pikë turistike duke i preferuar së tepërmi. Bëjmë byrek me lakra, me spinaq, petulla, djatë të pjekur, patate në forë, mish të pjekur, sidomos në Bear kemi shumë punë. Më shumë e turista, salatrat, lloj-lloj, shëllir, salckosi, djatë pjekur, të gjitha të zonës po i mbledhi edhe i përgatisim. Po për sa i përket zahireve, çfarë duke përgatitur gjatë kësaj periudhe? Tani mund përgatisim domate për turshi, speca, ullinj. Sipas tyre, kombinimi i bukurive natyrore me traditën dhe produktet vendase mbetet një vlerë e shtuar për zhvillimin e turizmit gjatë gjithë vitit, duke i dhënë zonës mundësi për të tërhequr vizitor edhe jashtë sezonit veror. Në fshatin Picar të bashkisë Gjirokastër, dy familje prej 25 vitesh mbajnë gjallë traditën e rritjes së peshkut në Vaska për ruajtjen e cilësisë së peshkut dhe përballimin e kushteve. Administratori Siri Muro thotë se është përvoja që ka marrë ndër vite që ka bërë që t'i ruajë këto dy cilësi. Ai nënvizon se kjo veprimtari mbetet një mundësi konkrete punësimi dhe zhvillimi për zonat rurale. Në fshatin Picar të bashkisë Gjirokastër, dy familje, Muro dhe Koko, prej 25 vitesh merren me rritjen dhe përkujdesjen e peshkut në vaskat që kanë hapur në këtë zonë. Ky aktivitet ka qenë burim i rëndësishëm jetese për ta dhe një shembull i vazhdimësisë së traditës familjare ndër vite. Sipas njërit prej administratorëve, Siri Muro, sezoni i dimrit kërkon kujdes të veçantë për peshkun. Temperaturat e ulta ndikojnë drejt për drejt në ushqerje dhe zhvillim. Ndaj është i nevojshëm kontrolli vazhdueshëm i ujit dhe sasisë së ushqimit. Ai thekson se përvoja shumë vjeçare i ka ndihmuar të përshtaten me kushtet klimatike dhe të ruajnë cilësinë e peshkut. Do për kujdese që t'i rrish në kokë të nanës e këtu dalën për rënjë të pa parashikueshëm dhe rritet sipërfaqja këtij përvoji. Apar dje po ta shikoje arritim nga nivelin atje kupton ti 5 metra lart me nivelin po ta shikosh atë ujin atje. 5 metra u rrit niveli lart. Dhe pak të amante dhe gjysmore bëhe zhduke çdo gjë. Do që të mos hyjnë trumbullira të mëdha, trumbullira më është farose për peshkun, po që do bujë dhe madhe. Këtu ne jemi detyruar të rrim te koka 24 orë. Këtu vetëm troft ku ti vetë është uji i përshtatshëm për trofët, është uji i pastër, uji mali, uji me oksigjen, kështu që peshk tjetër nuk rritet, uji ftohtë, temperaturë e ulët, nuk rritet peshk tjetër. Ky përrua ka pasur tradicionalisht troft e egër, shpejt. Po vitet e funit është u zhdukur nga fatësirat e na. Edhe na goditet janë bërë me helme, me mjetet të tjera elektrike. Muro
Muro pohon se kërkesa për peshk vendas mbetet e qëndrueshme, falëcilësisë dhe freskisë së produktit, edhe pse sfidat ekonomike janë gjithmonë të pranishme. Të rregull me thënë të drejtë një gjirokastra nuk është për të hëngër peshkun, për të hëngër mishin. Neve më shumë e shpimi janë na jug perëndia ne oja po gradeci o librari. Atje kemi mushterin kryesore, shpimi të gjallë me oksigjen dhe kemi kërkesa. Po kthye rinia, po t'i kthehet punën seriozisht vërtet. Se ka resurse që na i ka falur perëndia, jo na i ka dhënë ujë që është kryesore. T'i kthehen punës të ri të paktën edhe qeveria ti mbështet që tek leje. Megjithatë, Muro shprehet se të rinj duhet të tregojnë më shumë interes për bujqësinë dhe blegtorin, përfshirë edhe rritjen e peshkut. Sipas tij, këto profesione ofrojnë mundësi reale punësimi dhe zhvillimi në zonat rurale, duke ndihmuar edhe në mbajtjen gjallë të fshatrave. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.